Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1647, skocezët bien dakord për t'ia shitur mbretit Charles I parë parlamentin anglez për 40 sterlina. 2 vjet më vonë mbretit I pritet koka. 30 janar 1815, Kongresi I Shteteve të Bashkuara bleu bibliotekën personale të ish presidentit Thomas Jefferson. 1835, atentati I parë kundër një presidenti të Shteteve të Bashkuara, Richard Lawrence, përpiqe të vrasë presidentin Andrew Jackson në domën e përfaqësuesve, por u kap nga disa kongresmen. 1847, qyteti I Yerba Buena ndryshon emrin në San Francisco. 1873, romani Rreth botës në 80 ditë nga Jules Verne botohet në Francë. 1897 u themelua në Sofje me nismën e shoqërisë Dëshira, shtyp shkronja Mbrojtësia. 1902 nënshkruhet zyrtarisht aleanca e parë anglo-japoneze në Londër. Më 30 janar të vitit 1906 u formua çeta adetare e Komitetit të Manastirit nën komandën e Çerçisë Topullit. 1908, Mahatma Gandhi lirohet nga burgu në Afrikën e Jugut, në atë kohë koloni britanike. Ai ishte dënuar me 2 muaj burgim për mosbindje civile. 1931, filmi Pazë I Charlie Chaplin, City Light, debuton në Los Angeles. 1933, Adolf Hitler bën betimin si kancelar I Gjermanisë. Unë do ta përdor fuqinë time për mirëqenien e popullit gjerman. U betua ai me dorën mbi kushtetut. 1933, një radiostacion në Detroit të Michiganit transmetoi episodin e parë të serialit me aventura The Lone Ranger. Kalorësi vetmuar, personazhi kryesor I serialit do të bëjë më vonë një hero popullor amerikan. 1951, sipërmarrësi I makinave Ferdinand Porsche ndron jetë në Stuttgart nga një sulm në zemër. 1951, Belgjika refuzon të lejojë komunistët për të mbajtur fjalimin në radio. 1965, qindra mira njerëz I bëjnë nderimet e tyre të fundit Winston Churchill. 1972, gjatë së dielës së përgjakshme, trupat ushtarake dhe policore britanike hapin zjarr ndaj protestuesve irlandezë verior në Derry, duke vrarë 13 vet. 1976, George Herbert Walk bëhet drejtori 11 CIA-s. 2003, Belgjika legalizoi martesën e gjinisë së njëjtë. 2013, Naro 1 bëhet raketa e parë transportuese lëshuar nga Korea e Jugut. Naro 1 e përcaktuar më parë si struktura hapësirës koreane është raketa e parë e Koresë së Jugut dhe struktura teknologjike e parë për të arritur orbitën e tokës. 2020, konstatohen 2 rastet e para të COVID-19 në Itali. Ata janë 2 turistë kinezë.